Kosovën. Shikues të nderuar, mirë se vini në Kallëzo për një me. Gjatë javës së fundit ka pas zhvillime globale e lokale. Kemi parë edhe luftime në mes të Izraelit e Iranit. Por këto tema dhe të tjera, në pjesën e parë të emisionit kemi të ftuar Lura Çtakun, ish ministre e punëve të jashtme, ish ambasadore e Kosovës në SBA dhe tash sekretare e përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës. Në pjesën e dytë të emisionit, ju ftojmë me ndjekë reportazhin e kolegës Adelin Ahmeti, e cila e ka trajtuar denoncimet e banorëve të Leshakut të Leposaviçit. Po du me nisë me ato, ju keni qenë ambasadore e Kosovës në SBA kur është bë marrëveshja në zyrën ovale, edhe kemi pas që presidenti amerikan Donald Trump kohëve të fundit e përmendi atë marrëveshje edhe tha që sipas tij është parandalu një luftë në mes të Kosovës edhe Serbisë. A mundemi me marrë këto si një sinjal që administrata Trump ka me kthy vëmendjen nga Kosova? Trashëgimia e presidentit Trump në Ballkanin perëndimor ka qenë jashtëzakonisht produktive dhe pozitive. Gjatë mandatit të tij të parë, Malizi është antarësuar në NATO, Maqedonia Veriore është antarësuar në NATO, FSK-s në Kosovë është ndryshuar mandati në ushtri të plot, kemi pas marrëveshjen e Washingtonit, kemi pas njohje nga Izraeli, thënë të drejtën ka pas një përqendrim i cili ka rezultuar me disa suksese. Mirë po, natyra e relacionit mes Kosovës dhe SBA-s, pavarësisht se kush është në shtëpinë e bardhë, nuk diktohet vetëm nga SBA, diktohet edhe nga kush e udhëheq Republikën e Kosovës. Fatkeqësisht, në 5 vitet e fundit, institucionet e Republikës së Kosovës janë drejtuar nga një njeri i cili ka qenë përjashtues, konfliktuos dhe nuk ka arritur që të ndërtoj mbi aleancat të cilat Kosova i ka ndërtuar me shumë mund dhe me shumë sakrificë. Sot, imagjinojeni, 26 vite pas bombardimeve të NATO-s, pas ndërhyrjes ushtarake, pas shpalljes së pavarësisë, Kosova është nën sanksione nga po ajo aleancë që na kanë ndihmuar të çlirohemi dhe të bëhemi shtet. E dim që marrëveshja që është nënshkruar nuk është zbatuar në fakt. A mundi me prit tash presion prej administratës Trump që me fillu zbatimin e saj? Pjesë të marrëveshjes së Washingtonit janë zbatuar në fakt, mirëpo çfarë kemi pasur dhe çfarë kemi parë në vazhdimsi nga qeveria e Republikës së Kosovës ka qenë një refuzim për të bashkërënduar, për të koordinuar hapat strategjik me aleatët e saj kryesor. Dua t'ju rikujtoj që ka qenë presidenti Trump ai që ka pas sjellur idenë e një marrëveshje gjithëpërfshirëse me njohjen reciproke në qendër. Dhe kjo politikë është pasuar edhe nga presidenti Biden. Mirëpo, çfarë kemi parë? Për shkak të kryenetësisë dhe kokëfortësisë së zotit Kurti, kemi parë një humbje të ambicjes. Një humbje të ambicjes së aleatëve tonë për t'u marrë seriozisht me marrëveshjen finale gjithëpërfshirëse me njohjen reciproke në qendër dhe kjo ambicje është reduktuar në një menaxhim klasik të konfliktit, ku i tërë përqendrimi ka qenë që të evitohet ndonjë eskalim i mundshëm. Apo thoni ju që në 2020 atëherë administrata Trump ka pritë që me u përfundimisht me u zgjidh problemi i Kosovës? Marrëveshja e Washingtonit ka qenë vetëm një hap i parë. Më shumë në funksion të krijimit të mirëbesimit mes palëve, mirëpo është e shkruar e zezë në të bardhë në letrat e presidentit Trump që synimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka qenë një marrëveshje finale gjithëpërfshirëse me njohjen reciproke në qendër. E dim që është pas themeluar një grup prej SBA-s që ka bërë studimin e fizibilitetit për ujmanin, po që nuk është vendosur në agjendë. A mundem me prit tash me u kthy në agjendë ujmani? Jo, unë nuk mund të parashikoj se çfarë planesh ka administrata Trump për Kosovën dhe për Ballkanin perëndimor, ende nuk kemi parë emrime
në departamentin e shtetit për personat kyç dhe përgjegjës, qoftë për Evropën, qoftë për Ballkanin. Nuk kemi ende një ambasador të emruar apo të propozuar nga administrata e re Trump për Kosovën, kështu që unë mendoj që do të ishte shumë e parakoshme që të flasim për atë se çfarë idesh dhe çfarë propozimesh mund të vinë nga SBA-ja. Por pavarësisht se çfarë mund të propozoj shtëpia e bardhë, fatkeqësisht në Kosovë kemi një vakum të plot institucional dhe fatkeqësisht Kosova nuk është gati. Për shkak të kryenetësisë së Zotit Kurti, ne jemi tërësisht të paprergatitur për sfidat e mëdha që po ndodhin në nivel evropian e në nivel global. Bota po ndryshon shumë, po ndryshon shpejt, dramatikisht dhe drastikisht, e ne tash 4 muaj, nesër bëhet hera e 35 që do të shkojmë në kuvend, dhe nuk arrim të konstituojmë as Parlamentin e Republikës Kosovës. Tu nalte ndryshimet botërore, kemi po që ka fillu luftime në mes të Izraelit edhe të Iranit, po do me ditë që keni pa jo qëndrimin e Kosovës ndaj këtij konflikti, është qëndrim neutral. Për shembull, nëse shohim një komunikat të zyrës së kryeministrit, ka dallim prej komunikata e qeverisë sonë prej asaj të Britanisë, Gjermanisë dhe Francës, ku ata thonë që Izraeli ka të drejtë me rujt sigurinë e vet, njerëzit e vet, ndërsa komunikata e qeverisë së Kosovës i fton palët për vetëpërmbajtje. Ç'e keni pa ju? Politikat jashtme të nivelit të tillë, Kosova gjithmonë është mirë të koordinohet dhe të bashkërëndoj edhe qëndrimet edhe pozicionet me aleatët e saj strategjik. Ne jemi një vend shumë i vogël për të prodhuar politikë të jashtme. Çfarë duhet të bëjmë ne është të rreshtohemi drejt dhe të rreshtohemi karshi aleatëve tonë strategjik. A keni pa dallim të qëndrimit për Izraelin me qëndrimin për Ukrainën, ku është emëru qartë fajtori i luftimeve, invazionit? Unë mendoj që do të ishte tërësisht e panevojshme që institucionet e Republikës së Kosovës të ndërhyjnë qoftë edhe me deklarata që nuk është se kanë ndonjë peshë apo relevancë. Ne duhet të jemi të matur, duhet të jemi të kujdesshëm dhe siç e thash, në konflikte të tilla të rreshtohemi karshi aleatëve tanë. Ne nuk kemi në dorë as instrumente, as mekanizma, as t'i zgjidhim e as t'i rëndojmë këto konflikte në situata të tilla përtej solidaritetit njerëzor. Ne në rrafshin e politikës së jashtme hapat e mëdheje të rëndësishëm duhet t'i bëjmë gjithmonë në koordinim me aleatët tonë strategjik, për më tepër që, duke qenë vend që kemi nënshkruar marrëveshjen e stabilizim asociimit, në fushën e politikës së jashtme, ne duhet të jemi në një vijë me ato të Bashkimit Evropian. Po do më këtu edhe pak të SBA-ja. Kemi po gjatë kohëve të fundit që ka filluar një bashkëpunim në fushën e mbrojtjes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po në të njëjtën kohë, qeveria e Kosovës nuk po ja heq taksën 10% SBA-s. Ç'e konsideroni ju, është deshtë me urgjencë me u heq taksa ndaj Shteteve të Bashkuara? Ne menjëherë pasi kjo është bërë çështje, sepse më herët në raportin ton dypalësh çështja e taksës nuk është diskutuar asnjëherë, sepse thënë të drejtën ka qenë e papërfillshme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne jemi një partner i vogël tregtar në raport me vendet tjera të cilat në fakt kanë edhe ndikim në ekonominë amerikane. Mirë po Kosova, me që tani është shtruar si çështje dhe si temë nga ana e administratës së presidentit Trump, Kosova do duhet ta bënte një hap të tillë, qoftë edhe si demonstrim simbolik i relevancës, i rëndësisë që ka raporti ynë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është tërësisht e papërfillshme për të dy ekonomitë tona dhe si akt simbolik do ta arreshtonte Kosovën në aleancat strategjike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shumë e qartë që ekonomikisht nuk mundemi mu krahasu me SBA-n, po në njëjtën kohë që po e bëjmë një bashkëpunim në fushën e mbrojtjes, po pranojmë me marr
diku 50 persona cilët janë të largu prej SBA-s, një të ku nuk kemi duke heq këtë taks, madje ka qenë edhe kërkesë e precedentës së vendit, po që Ministri i Financave, që kemi po një farë komunikimi në mes të tyre, nuk e ka zbatu kërkesën e presidentës. A e konsideroni normale këtë të drejtën, Ministri i Financave është një person i cili në çdo veprim dhe në çdo deklarim ka dëshmuar që nuk e meriton pozitën që e ka. Ka qenë përveç veprimeve të dëmshme, cilat e kanë sjell ekonominë kosovare buzë rënimit, ka qenë tërësisht i pamatur edhe në komunikimin publik. Prej deklaratave të vrashta për veteranët, e deri tek deklarata për presidentën, ku thot që emailin e ka marrë pas orarit punës, një ministër nuk ka orar pune. Ne nuk jemi administrator, një deputet nuk ka orar pune, ne duhet të jemi në shërbim publik, gjatë tërë ditës. Imagjinojeni sikur të ndodhë diçka, ndonjë emergjencë kombëtare dhe ministri thot, më falni se është ora 5, tash nuk jam në zyre. Ne duhet të jemi në shërbim dhe duhet të jemi në gjendje të marrim vendime kurdo që kërkohet. Ministre Kënaqen Vatjo, ministre punëve të jashtme, ministre integrimit evropiane, po du me fol pak edhe për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Kemi po që Shqipëria, Molizi janë shumë afër integrimit në BE-n. A kemi ngecje në integrim? Fatkeqësisht në procesin e integrimit evropian, Kosova ka mbetur aty ku e kam lënë unë në fakt si ministre e integrimit evropian. Po thu prej 2014 deri 2025 në s'kemi lëvizje. Nuk ka asnjë, konkretisht nuk kemi asnjë lëvizje. Është fat i madh që në atë kohë e patëm përfunduar marrëveshjen e stabilizim asociimit dhe është ratifikuar në Kuvendin e Kosovës, ndonse lëvizja vetëvendosje ka qenë subjekti vetëm politik që nuk e ka mbështetur marrëveshjen e stabilizim asociimit, sot po krenohet me të. Kemi pa një rilindje të Evropës geostrategjike pas agresionit të paprovokuar të Rusisë në Ukrainë, kemi pa disa vendime që janë marrë në politikat e zgjerimit, të cilat në rrethana tjera do të merrnin shumë kohë dhe vendi i vetëm në Ballkanin perëndimor, por edhe më gjerë, se kemi pa hapa të drejt për drejt edhe për Ukrainën, edhe për Moldavinë, edhe për Gjorgjinë. Fatkeqësisht Kosova ka mbetur në vendnumrim e izoluar, nuk është shfrytzuar drejt momentumi i ri i krijuar, kemi pas një përvojë jashtëzakonisht hidhur edhe me Këshillin e Evropës. Çush është deshtë mu shfrytzu çka momentum? Është për mos me liberalizimi i vizave ka ndodhur mos 2014, po megjithatë, po thu që nuk është shfrytzu momentumi, çush është deshtë mu shfrytzu? Dëgjoj, në një kohë kur dua vetëm t'u rikujtoj, kur kemi pas një angazhim jashtëzakonisht serioz, edhe nga ana e Shteteve të Bashkuara, se pas agresionit të Rusisë në Ukrainë, kemi pa përveç rilindjes së Evropës geopolitike, geostrategjike, në kuptim të vendimeve që janë marrë në politikat e zgjerimit, kemi pas edhe një bashkërëndim shumë të fuqishëm transatlantik mes Evropës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në atë kohë, SBA-t i kërkonin Kosovës që të pezulloj për 100 ditë çështjen e targave, në mënyrë që të përqendroheshim në arritjen e marrëveshjes finale gjithëpërfshirëse me njohjen reciproke në qendër. Ato muajt e parë pas ndërhyrjes së Rusisë në Ukrainë, Serbia ka qenë tërësisht e izoluar, sepse natyrshëm u rreshtua karshi Rusisë. Mirë po, gjërat ndryshuan edhe në atë pikë. Serbia filloi të prodhoi armatim për Ukrainën dhe nuk u pa më tutje me syrin e njëjtë as nga Brukseli, as nga Washingtoni. Pra ne kemi pas një periudhë kur kemi pas e përsi të qartë, edhe politike, edhe morale, në procesin e dialogut, por ky momentum u humb për shkak të sjelljes arrogante dhe të papërgjegjshme të kryeministrit atëherë zotit Albin Kurti. Nuk reduktohet ideja e sovranitetit në targa. Një vend është sovran, kur është në gjendje të hyjë në raporte kontraktuale me të tjerët dhe procesi i integrimit evropian
fatkeqësisht në vend se të përshpejtohet, ka shënuar hapa prapa dhe sot fatkeqësisht Kosova është nën masa, është nën sanksione nga ana e Bashkimit Evropian. Edhe pa kuvend të konstituun, jemi me një qeveri në detyrë, prej 15 prillit nuk është konstituu kuvendi, por me u kthy tash te vendi jonë të orë të ngushtu, po në opinion ko thashë theme për gjuetit të deputetëve. A është tu kontaktu vendosja deputet për DK-s? Fillimisht më leja që të shprej, si themi, zhgënjimin e thellë që kemi si Parti Demokratike me një situatë tërësisht të paprecedent në kuvendin e Republikës së Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës ka ofruar zgjidhje, ka ofruar alternativë, ndonë se nuk kemi as një lloj detyrimi, as politik, as kushtetues, e që bjesa as njerëzor, që të votojmë një kandidat të lëvizjes vetëvendosje pa shumicë parlamentare. Megjithatë, për hir të konstituimit të institucioneve, ne kemi qenë në gjendje të shkojmë një hapë më tutje. Mirë po çfarë po kërkon Albin Kurti është vot me diktat. Ai po kërkon nënshtrim, jo bashkëpunim. Partia Demokratike e Kosovës nuk nënshtrohet. Zoti Kurti e ka marrë peng, e ka kap shtetin, i ka kap institucionet e Republikës së Kosovës dhe konstituimin e tyre po e mon peng dhe po e mon Kosovën pa institucione në një kohë kur qytetarët kanë shumë sfida, kanë shumë probleme. Çmimet po rritën për ditë. Jo vetëm çmimi i energjisë, po në mënyrë zinxhirore, shporta e qytetarit është shtrejtuar. Pagat nuk janë rritur, njerëz po largohen çdo ditë, bizneset po ikin, nuk ka investime. E ne në vend se të miremi me sfidat e qytetarëve, në vend se të ishim në kuvend për të shkarkuar bordin e zërëjes, ne shkojmë aty për të bërë dëshmitar të një kryenetësie dhe ambicie të pashpjegueshme. A është t'ja kontaktuar vendosja deputetët? Ka pasur. Çka po ofron? Po unë tash nuk do doja ty në detaje se nuk kam qenë pjesë e bisedimeve të tilla, po kemi pas deputet që janë deklaruar edhe publikisht që u janë ofruar nga lëvizja vetëvendosje, ka pas një tendencë të hapur për të trafikuar në thojza vullnetin e qytetarëve të Republikës së Kosovës, po deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës as nuk shitën, as nuk blehen, ne jemi të bashkuar, Si kanë kallzu, çka ju kanë jemi unik, po nuk do doja ta mund t'i thirrni dhe të bisedoni me ta vetë, mirë po një gjë është e qartë, ne jemi unik, ne jemi të bashkuar dhe ne në kuvendin e Republikës Kosovës i përfaqësojmë interesat e qytetarëve, i përfaqësojmë interesat e votuesve tonë, nuk e trafikojmë vullnetin e votuesit të Partisë Demokratike të Kosovës. A pret që me u zgjidh gjatë javës çështja e kuvendit, apo jena të shku drejt zgjedhjeve të reja qendrore? Thënë të drejtën, duke parë dhe duke lexuar deklarimet publike të eksponentëve të lartë të lëvizjes vetëvendosje, nuk kam ndonjë besim që shumë shpejt do të kemi ndonjë zgjidhje. Unë edhe sot, përmes kësaj interviste, i bëj apel presidentës që të merr një rol më aktiv. Brenda mandatit të saj është edhe garantimi i funksionimit demokratik të institucioneve. Duhet të ketë më shumë përpjekje. Partia Demokratike e Kosovës është e gatshme çdo ditë të shkojë të takohet me liderët politikë në mënyrë që të dalim nga kjo situatë jashtëzakonisht e rëndë, në të cilën na ka sjell, po e ripërsëris, na ka sjell ekskluzivisht Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendosje. Shikues të nderuar, e ndoqëm bisedën me Vlora Qitakun. Tash po juftoj me ndjek reportazhin e përgatitur nga kolegja ime Adelina Ahmeti, e cila ka utu në Leposaviç për me i trajtu denoncimet e banorëve të Leshakut, të cilët po ankohen për një vendim të komunës së Leposaviçit. Qytetarët e Leposaviçit janë ngritur në një protestë të vazhdueshme për shkak të një vendimi që komuna e Leposaviçit e ka marrë për shtëpitë e tyre.
në zonën e Lëshakut. 12 shtëpi ishin ndërtuar mes viteve 2013 dhe 2015, ndërsa afër tyre së fundmi, Ministria e Punëve të Brendshme ndërtoi edhe stacionin policor. Ndërtimet ishin zhvilluar pa u penguar nga autoritetet lokale, ndërsa banorët pretendojnë që patë një pëlqim nga autoritetet lokale të asaj kohe për këto ndërtime. Por, duke përdorur ligjin për ndërtimet pa leje, kryetari i Leposaviçit Lujzim Hetemi ka nxjerrë një vendim me të cilin i obligon banorët të largohen nga aty, me paralajmërimin se nëse ata nuk i rënojnë shtëpit, komuna do angazhojë një kompani private për të kryer rënimet. Situata me shumë paqartësi juridike është përdorur për të nxitur tensione tek banorët e zonës. U obaveštenju koje su nam doneli 29. maja uopšte se nije naveo nikakav razlog zašto žele da nam sruše naše kuće. Znači, samo su nam dali rok od mjesec dana da napustimo svoje objekte, a ukoliko to ne učinimo, ukoliko to ne učinimo i ne srušimo sami svoje objekte, doći će firma iz Prištine koja radi, znači, sa tim rušenjem tih objekata i oni će to učiniti, a troškove ćemo snositi mi. Znači, morali bi da plaćamo da nam neko sruši sopstvenu kuću u kojoj živimo, ja konkretno već 10 godina, moje komšije žive i 20 godina, znači, pretežno ovde svi živimo, znači imam i komšije koje žive sigurno 20 godina ovde u kućama. Që sa ko jetoni këto edhe në emër të kujt kanë qenë këto toka që ndërtu këto shtëpi? Da, kao što sam rekla, ja živim 10 godina, ovde komšije imaju koji žive i 20 godina, žive i mala deca i stari ljudi. Koliko znamo, ovo znači na kraju se ispostavilo da je zemljište na koje se nalaze naše kuće zemljište policije i vjerojatno je to jedan od razloga koji nisu naveli zbog kog mi treba da srušimo naše kuće. Mi smo za svaki vid saradnje, znači ako je potrebno i da se plati ta legalizacija, samo znači da nam ne ruše kući jer nam nisu ponudili nikakav vid rešenja, nikakvo stambeni vid pomoći nama, znači bukvalno mi ćemo svi izaći na ulice ako dođe do tog rušenja. Znači sva ova deca, evo vidite decu u kolicima, će biti na ulici, jer mi zaista nemamo gde. A ju ka afru nëherë komuna marrëveshje nëse ju i lironi këto prona me shku dikën tjetër? Ne, kao što sam rekla, apsolutno ne. Čak smo videli u medijima da ako mi sami ne napustimo naš objekt, da će i policija intervenisati, znači da će nas policija izbaciti bukvalno nasilno na ulice kako bi se ti objekti srušili. Mislim da to stvarno nije u redu, da niko to ne bi voleo i stvarno molimo za neku pomoć, da nam se izađe u susret, da ovu situaciju rešimo na miran način. Çka mundet me sjell ky eskalim i situatës, duke pas parasysh situatat që ka ndodhur në të kaluarën në Leposavić po edhe në komunat e tjera? Pa, znači, eskalacija situacije, ta krajnja, znači da nam oni da nas sruše naše kuće. Znači, to je krajnje rešenje, ali mislim da to zaista, mi se trudimo i molimo, znači tražimo neku pomoć i tražimo neko zajedničko rešenje da uspemo nešto, da nađemo neko rešenje, da do toga ne dođe, jer to zaista bi značilo da onda ćemo svi otići na kraju. Nëse a keni ditë më herët që kjo ka qenë në tokë të policisë, në tokë të ministrisë në fakt? Pa, znali smo, ali smo svi ovde, to je bilo slobodno zemljište, svi smo to gradili od svojim radom, svojim trudom, jer nismo imali nigde ništa drugo, nikakvu mogućnost. Prej kur ka nis problemi i rënimit të shtëpijave në Leposavić, afër stacionit policor? Ovaj problem mi nismo imali do prvih uručenja obaveštenja od strane opštine Leposavić od samog momenta objekta kako su se napravili objekti. Ni od strane UMNIK administracije, ni od strane kosovskih vlasti i opštine uopšte. Čka ka thonë komuna? Znači, ovo je bilo prvo obaveštenje koje smo dobili i u njemu, ne znam da li prethodni intervjuista rekao da je o čemu se radi. Znači, dobili smo rok mjesec dana u obaveštenju da iselimo svoje pokustvo, porodice i da uklonimo objekte. Ukoliko to ne stignemo da uradimo, oni će to da urade o našem trošku. Çka ka thonë komuna saktë dhe kur saktësisht ata kanë nis procesin për me i largu këto shtëpi prej kësaj zone? Nisam siguran, mislim 28. prošlog mjeseca da je krenulo uručenje. A već neki komšije su podigli juče i prekjuče ovih dana ta obaveštenja. Zvanično da li rok teče od prilikom preuzimanja rešenja ili kad je rešenje otkucano, to zaista ne bih znao da vam kažem.
Shka nëse ju nuk i rënoni këto shtëpi që shka lyp komuna? Pa ja očekujem da će ipak opština i centralne vlasti imati razumevanje za nas i da neće dozvoliti ipak da nas rasele, da će naći neki način i model da nas legalizuju i da se nađe neki kompromisno rješenje. Na obostrano zadovoljstvo i na nivou centralnih vlasti i opštinskih, jer mi su lojalni građani ove opštine, ne predstavljamo nikakvu bezbednost ni za koga. Ovo smo uradili iz nužde, nešto smo želeli ili nešto da bi izvršili stambeno zbrinjavanje naših porodica i ništa više od toga. Kur i keni ndërtu këto shtëpia, e keni ditë në to të kujt jeni të ndërtu? Znali smo da je društvena, ali nismo tačno znali na ko je korisnik. A keni kërku me bo ndonjë marrëveshje me komunën në këtë rast, me ilshu këto vende, me shku dikon tjetër me jetu? Ništa nam ponudili nisu, osim samo ovog papira. A mi smo ovdje i dalje stojimo za kompromis, za dogovor, za razgovor, da se vidi da se prolongira, da se nađe neki model. Najjednostavnije izbaciti ljude i gde ću u park, šator, šta da radim? Gde ću sa familijom, porodicom? A jeni janë ku Mi dikon? mislim, ako smo pogrešili, ajde nek nam pomognu na neki način da kažu, nek uradi neki pozitivno vid diskriminacije, kažu to su obični ljudi, mi smo obični ljudi, građani. Shka po konsideron komuna? Po konsideron problem që ju jeni përreth stacionit policor, a ka ndaj arsye konkrete, specifike pse komuna ka vendos tani me i rënu këto shtëpi? Pa mi ne znamo, mi smo obični ljudi i građani, mi smo apolitične ličnosti i ne bavimo se politikom i dnevnim zbivanjem. Mi gledamo kako da preživimo svaki dan za nas, kako da svakodnevnicu da sagledamo. Ne znam šta je tu interes. Ne znam šta je interes, mi smo obični ljudi. A keni bo ndaj ankesë me ndonjë institucion, gjykat, dikon për çështjen e vendimit të komunës? Iščekujemo još kompromis i da ruku, što kažu, poziv da vidimo, da nađemo ipak neko kompromisno rješenje. Rješenje uvijek postoji, samo ako ima dobre volje i želje da se pomogne narodu. Në komunën e Leposaviqit, procedurat për rënim janë nisur së fundmi pas një shkrese nga Ministria e Punëve të Brendshme. Në komunë nuk ka të dhëna për procesin dhe paralajmërimet që ju dhan banorëve gjatë ndërtimit të objekteve. Procedura këto të cilat ndiqen gjatë trajtimit të ndërtimeve pa leje. Kryetar, fillimisht më intereson me di qysh nisi procesi për rënimin e shtëpive në Leshak. Kur arritet me marrë vendimin? Masi që u marrë vendimi që të rindërtuhet në stacioni që është në Leshak. Për sa shtëpi bëhet fjalë? Janë 12 familje. 12 familje që janë 12 shtëpi? 12 shtëpi. Si proces, para se me u ndërtu nën stacionin policor në Leshak, e përmendet faktin që ka nisë edhe procesi. Po, a ka ndaj arsye pse është pengesë për në stacionin policor, apo cila është arsyeja cilën e ka shty komunën e Leposaviqit me marrë këtë vendim? Normal, na nuk kena marrë vendimin si komunë. Po, pasi që janë qytetarë tonë, na u duft më kyç në këtë proces, me bisedime që kena pas edhe me Ministrinë e Punëve të Brendshme, ata duhet më largue. Kërkun bot nuk ka me shku me marru shtëpi, për shembull, stacioni, siguria mas pari e policëve nuk është derëm derë, dritarëm dritare. Krejt e kanë uzurpue, në dy onët edhe onën e poshtme, njëjtë. Edhe ajo tokë është pronë e Ministrisë Punëve të Brendshme. Na si komunë, absolut nuk kem pretendime, as nuk na vynë gjonë. Pos, nëse na i qytetar nuk ka vend banim, nuk ka shtëpi, po na duhet me ja sigurue vend banimin me ja dhonë, një banes duhet me ja gjetë me ja dhonë. Po ndryshe, na po i zbatojmë ligjit e Kosovës. Kjo është ligj. A e deni kryetar kur janë ndërtu çato shtëpi? Ato shtëpi ma heret, se 2015-13 që aty, u konë po do këtë edhe maps në Google kështu, veç stacioni vjetër i policisë. Krejt u konë në rregull aty. Do më thëmë po flasim për një periudhë 2013 deri në 2015, që llogaritet dikon dhe deri në 13 vjet që janë ndërtu ato shtëpi.
A janë ndërtu prej atyne personave të cilët tash jetojnë, apo janë ndërtu prej dikuj tjetër e familjet jetojnë aty? Jo prej tyne. Dikush na kem edhe informata që disa shtëpi biznesmenave i kanë me qiratë në prunë në borën e nën stacionit policisë. Edhe ish zyrtar policor? Ish zyrtar policor. A janë të identifikum që ata ish zyrtar? Po, kreti di me emën e me bijemen. Që i kanë ndërtu Që i shtëpit kanë për rreth? ndërtu shtëpijat. Kur është afati i fundit për këto familje që jetojnë për rreth në stacionit policor në Lëshak me i lëshu, këto shtëpi? Na ja u kena quhe para një javë dite. Ata kanë afat 38. Që bëjmë deri me datë 28 qershor. Nuk, nëse kërkuhet për shembull, na nuk e kemi atë problem. Na problemin si komunë e kemi për qytetarët tonë, nëse dikush nuk ka pronë tjetër, nuk ka shtëpi ose nuk ka banesë. A shumica dikun 10-12 kishin banesa që i kem identifikue. Banesë në Leshak, banesë në Leposaveq, shtëpi në fshat ose bizneset të përreth. Qytetari thjesht nuk s'ka pas ai mundësi me ndërtu atë. Po e përmani që nën kryetarja ka bisedu me ta. Ka A bisedu. kanë qenë ata të pajtimit me i rënu këto shtëpi? Kur kanë bisedu në fillim me nën kryetaren? Të pajtimit nuk është kërkush, po kanë thonë që okej, nëse duhet, na duhet, s'kem ka shkojmë. Po janë radikalizue pas bisedimeve me ose me listën serbe ose me dikon tjetër, nuk e di. Ju po pretendoni pra që dikush po i shtyn këto familje me rezistu karshi vendimit cilin e ka marrë komuna. Esakt. Kush janë këto grupe ose këta persona ose? A janë identifikuar? Munën me konë prej Serbije. Policia tash aty në jota kanë me identifiku, me hetue, ose disa persona që kanë qenë për shembull se ish kryetarët të komunës që kanë. Është interesant se 2018 këta e kanë marrë komuna Leposaviqit me i legalizue pronat. Po këta nuk kanë dashur me hija në hiç. Tash ovun, tash nuk i legj, nuk që mundesh me i thonë, okej, hajde, edhe na si komunë nuk e ke ma drejt se ti shkon pronë ose komunës, absolut nuk ka pas problem. Legalizim si çdo kon. A mundeni me i rënu ato shtëpinë se nuk ka vendim të gjykatës? Çfarë vendimi, çfarë gjykate? Pronën tonë, kush mundet me ta qitë në gjyq, ose kush është ai gjyqtar që mundet me marrë një vendim, lejti ata që kush ka dënë me bo, këtu kanë bo deri me ardhjen time këtu para 2 viteve. Veç jo, nuk mundet kërkush me i shkel ligjet e Kosovës. Këtu duhet më zbatu ligjet edhe kushtetuta e Republikës. Duhet me ditë edhe shtetari e shqiptare, edhe Serbi, edhe Veriu, edhe Jugu, edhe Graçanica, edhe Peja, gjithkun, se të shkelsh ligjin te qka. Qytetarët e Republikës Kosovës duhet me konë gjithë barabart, para ligjit. 12 familje në Leposaveq janë urdhëruar të lëshojnë shtëpitë e tyre me një shkresë të kryetarit të komunës, e cila nuk ofron këshill ligjore për ankesë. Vendimi nuk është pranuar nga banorët të cilët protestojnë dhe paralajmërojnë ngritjen e çështjeve gjyqësore. A ka pas ndonjë ankesë në anën së banorëve në Leshak, cilët do t'ju rënohen shtëpitë në lidhje me vendimin që është marrë? Ankesë zyrtare? Te na nuk kanë bë ankesë. Nuk janë ardhur, nuk kanë deshtas me diskutue, s'kan deshtas me i marrë vendimet. Do me thonë që ata janë shumë mirë të organizuar dhe të përgatitur dhe të shtyjmë pej dikuj. Unë po dyshojmë pej listës serbe. Çka nëse qytetarët ankohen edhe që gjykata merr vendim që ato shtëpi nuk do duaj me u rënu? Cila do të ishte përgjigjja e komunës në këtë rast? Unë do të isha befasua nëse ka një gjykat ose gjykat të Republikës Kosovës të përzihet në pronën e Ministrisë Punëve të Brendshme. Si ti shkon për shembull pronë edhe herë, po them si shkon pronë e komunës, absolut nuk ka pas problem. Legalizimi e këtu. Ata nuk ka ku në botë që ose policia e Kosovës, ajo që është e sigurie bre.
Nuk duhet me pas rreth, aje ka tokë të vetin. Jo dritarët një gjysmë metre afer me stacion policor. Ku ke po kështu? Nuk besoj që e leja kërkosh as bashkësia evropiane nuk e leja në ashtë. Kjo ndodh veç të na, Kosovë. A keni pas takime me ndërkombëtar në lidhje me këtë rast? A kanë kërkuar ata me u pezullu ky vendim, apo me u shty, me i shiqu mundësi cilat janë për ato familje? Sot e kom pas një takim kështu paprit, milionardhe të bashkësisë evropiane pej ambasadës Prishtinë të që është, por edhe kena bisedue, edhe për ato shtëpi, edhe për hallën sportive, edhe për punë që jemi ka i bojmë, transparent, jo transparent, unë ju thash kështu që na për zbatojmë vetëm urnat e qeverisë edhe institucionet e Kosovës gjithherë na duhet me i konsultue. Çfarë këshe ka përcaktu komuna me i siguru këtyne qytetarëve banim tjetër pas datës 28 qershor? Qyshe keni planifiku? Ato edhe ceket, edhe ju kemë thonë edhe gojaresht, aj që nuk ka shtëpi, aj që nuk ka ku shkon, na ja dhom banesën. Kanë me pas strehën në komunë. Lebosavicit i kemë disa banesat lira. Në vendimin e komunës, thuhet që në rast se nuk i rënoni vetë shtëpit, atër do të kontraktohet një kompani cila do të bëjë rënimin. E në rast se ka rezistencë nga ana qytetarëve, do të ftohet edhe policia për me siguru perimetrin derisa të rënohen shtëpit. Esakt. A mundet me u kriju tensione dhe a janë të nevojshme këto tensione tash në këtë periudhë? Por çfarë tensionesh po flas? Tensione mes qytetarëve dhe policisë në këtë rast. Në rast të rezistencës po flas. Aty ka mujt me shku edhe qytetari i thjesht, po qytetari i thjesht nuk o hi aty s'ka mujt me ndërtue. Aty kriminal ka ndërtue. Ish polic me grada, ish kriminal, edhe biznismena që janë të lidhun me kriminalin kryesor, që është në Serbi. Pra në fund të fundit, ju konsideroni legjitim vendimin e juaj dhe do t'i shkoni në fund të këtij vendimi? Vendimi përfundimtar është kjo. Ministria punëve të brendshme nuk ka tokë, edhe nuk e ka ndërtu, s'ka investue 700.000 euro aty, me konë e rrethume pej shtëpive që unë e pëjquj ata shumica kriminalja. Nuk janë të gjithë. Aleksandr Apajic, nga organizata jo qeveritare Qendra Avokimit për Kulturë Demokratike, ACDC, që vepron në Mitrovic të Veriut, thot se befasia ka qenë ngutia për të marrë një vendim për rënimin e shtëpive e që sipas tij, situata nuk është e mirë në bazë të kontaktit me qytetarët që jetojnë në lagjet të Leshakut. Çka po thonë banorët atje, cilat janë problemet kyçe që i kanë në lidhje me rënimin e këtyre shtëpive? Pa najveći problem je prvo ta hitnost u celoj ovoj odluci, znači da se sve provodi u veoma kratkom roku od 30 dana, što je baš sve iznenadilo da imaju tako kratak rok da nešto urade. Veoma su iznenađeni zato što su te zgrade tu izgrađene veoma davno, još pre procesa legalizacije koji je pokrenut na Kosovu, i što su ti placevi, to zemljište njima dodeljeno uz neki dogovor sa opštinom Leposavić, kada je to opština Leposavić trebalo. A djetë kujt i takojnë këto shtëpi? A keni arrit me hulumtu si organizat? Te kuće pripadaju građanima koji su to izgradili, ali jesu izgrađene na javnom zemljištu, na društvenom zemljištu. Znači, objekti su izgradili građani na državnom ili javnom zemljištu, ali u to vreme uz dogovor sa opštinom koji u to vreme funkcionisala. Për çfarë marrëveshje është fjala për ndërtimin e këtyre shtëpive? Edhe pse sot që kjo marrëveshje shndru në problematik për cilën komuna po konsideron të tillë? Taj dogovor je urađen pre integracije severa, znači dok su opštine još funkcionisale po srpskom sistemu, i tada je opština zbog nekih radova koje je trebala da uradi na teritoriji mesta Lešak, od njih zahtevala da uklone neke male objekte koji su oni imali. Da li negde se radilo o kioscima, negde se radilo o nekim drugim objektima.
i kao kompenzaciju za uklanjanje tih objekta građanima je dodeljen po 1 ar zemljišta na korišćenje u tom delu. Ali to je odluka, da kažem, opštine koja je funkcionisala po srpskom sistemu, ali i tada to bila jedina opština koja je funkcionisala tamo. Tash, a ka të drejt komuna, duke pas parasysh procesin që ka ndodhur më herët, ka të drejt komuna me borënimin e këtyre shtëpive? Pa kao prvo, opština je trebala da, kada je donešen zakon 2018. o legalizaciji objekata na Kosovu, opština je imala obavezu da popiše sve nelegalne objekte koje se nalaze na njenoj teritoriji i da ih podvede pod određene kategorije. Znači, pod koje su građevine za stanovanje, gde familije žive, da li su izgrađene na zemljištu koje građani posjeduju ili su izgrađene na javnom zemljištu. Znači, opština je trebala da napravi popis tih objekata i da ih klasifikuje. Ovi objekti, kako su izgrađeni sad, ako se ne prihvati da im je opština dodelila to, bi trebali da se vode kao objekti izgrađeni na javnom zemljištu i oni bi trebali da idu na jednu posebnu listu, takozvanu listu čekanja, gde se ne dozvoljava legalizacija, nego se pravi jedna komisija u okviru Ministarstva urbanizma koja svaki od tih slučajeva rešava zasebno. Opština to, koliko smo mi upoznati, nije uradila, a sa druge strane ni građani nisu pokrenuli proces legalizacije. Jer da su oni pokrenuli proces legalizacije, onda bi također došli na ovu listu. Sada su to neki propusti urađeni, ali postoji mogućnost da se sve te stvari ponovo reši. Pse mendoni që komuna nuk e ka marrë me trajtu në bazë të këtyre proceseve, ashtu siç po e përmendni jo, legalizimin e këtyre shtëpive? Pa ceo taj proces sa legalizacijom ovde na severu Kosova je bio nevidljiv. Bio je nevidljiv za građane. Građani nisu znali ni za rokove, ni za kako to mogu da urade. U opštini nije bilo moguće da se podnesu ti zahtevi. Opština nije napravila te kancelarije, pošto po zakonu je opština također trebala da napravi one-stop shop, mesto gde jednu kancelariju gde su građani mogli da završavaju sve te probleme koje su imali. Po mome, ono što znam, to nije funkcionisalo na severu, zato što u to vreme nije funkcionisao ni katastar, ni katastarska služba. Opština nije imala mogućnost da proveri šta je upisano u katastru. Postoje neki centralni katastar koji je bio samo u opštini Severna Mitrovica, kome nije moglo da se priđe, jer ceo taj ove 4 severne opštine uopšte nisu bile upisane u centralnom katastru Kosova. Tako da nisu postojali ti preduslovi da bi se sve to sprovelo. Avokati i popullit e përmendi faktin, sepse kemi intervistuar dhe ka thonë që ka marrë informacione pra anës së organizatave jo qeveritare në veri të Mitrovicës në lidhje me situatën e Leshak në komunën e Leposaviqit. Pse banorët nuk janë anku vetë, ose të paktën a janë anku në ndonjë instancë tjetër banorët për vendimin e fundit të komunës e Leposaviqit? Pa, građani ne znaju toliko procedure i ne znaju kako da reaguju. Jedan od problema kod ovog rešenja koje su građani dobili je da tamo, recimo, nema nikakve pouke o pravnom leku. Niko im ne kaže gde treba da odu, da se žale na osnovu rešenja koje su dobili. U zakonu postoji određena procedura kada je neki objekat stavljen na listu za rušenje. Prva mogućnost koja se daje građanima je da ako nisu pokrenuli proces legalizacije, oni mogu da ga pokrenu sada. S time da, kao kaznu za kašnjenje što ga nisu pokrenuli na vreme, moraju da plate duplu taksu. To je jedna opcija, prva opcija koju ti građani imaju. Druga opcija je da se žale opštini na odluku o rušenju. Ako opština ne usvoji njihovu žalbu i ne potvrdi je, onda imaju mogućnost da se žale ministarstvu, toj komisiji koja je trebala da rešava te slučajeve, pa ako ministarstvo isto ne usvoji njihovu žalbu, oni imaju pravo da idu na sud. Tako da cela procedura je malo duža i verujem da neće biti rušenja sada 28. ili 29. juna, jer mislim da ima još uvek pravnih lekova koji se mogu primijeniti.
Në situatën ku komuna pretendon se ka të drejtë e qytetarët e mendojnë të kundërtën. Zyra e Avokatit të Popullit ka nisur edhe një hetim në lidhje me vendimin e shpejtë dhe urgjent të dërguar te 12 familjet nga ana e komunës së Leposaviqit, e nënshkruar nga kryetari Lulzim Hetimi. Po, fillimisht kemi ndëgjuar përmes mediave, pastaj edhe është paraqitur si shqetësim dhe ankesë e disa qytetarëve, përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile. Në takimin e fundit që unë kam pas me disa nga organizatat e shoqërisë civile që veprojnë në veri, ata veç e kanë ngritë si shqetësim dhe natyrisht bazon këto informata, fillimisht në media, pastaj edhe nga takimet, ne do të hapum rast për hetim. Kemi arrit me i siguru disa informata fillestare, mbi bazën e cilave ne po ndërtojmë pastaj edhe si themi atë pjesën e planit se si do t'i qasim i këtij problemi. Çka kanë punë këto organizata, cilat janë shqetësimet kryesore që kanë ngrit banorët në atë pjesë, në atë lagje? Po e para është vetë procedurat e ndjekura, mungesa sharrimeve të mjaftueshme, mungesa një komunikimi në mes të banorëve dhe autoriteteve kompetente, vendimi jo mjaftueshëm i arsyetuar, koha e shkurtër në cilën i është dhënë kërkesa me i liru shtëpitë ku banojnë këto familje dhe padyshim e fundit është edhe gjendja sociale me këto familje që do të krijohet si rezultati i rënimeve. Dhe krejt këto për mua si avokat i popullit paraqesin shqetësim, cilat unë duhet i trajtoj secilën nga këto shqetësime dhe nëse ka dhe probleme tjera, dhe në fund të dalme një qëndrim të qartë se këto veprime që mund t'i konsideroj që mund t'jenë edhe të ligjshme të autoriteteve publike sa po respektohen procedurat që janë përcaktuar në ligjin e procedurës përgjithshme administrative, por edhe sa po respektohen të drejtat e njerëzit. Me informacionet të cilat i keni deri më tani, sa janë respektu këto procedura? Mendoj që jemi në fazën e hershme të hetimit, mund të jenë edhe vetëm supozime, sepse nuk është që i kemi verifikuar të gjitha faktet, po nga ajo që kemi pa përmbajtja e vendimit shkruar nga kryetari i komunës, edhe nga përmbajtja deklaratave të banorëve që jetojnë aty, mendoj që ka vend për shqetësim, sepse autoritetet para së gjithash duhet me pas parasysh që me ju dhanë hapësirë të mjaftueshme me banorëve edhe për me ushtru ankesë, edhe me respektu ato që janë procedurat përcaktuara ligjore që lidhen me arsyeshmërinë, dhënien e arsyeve të plota pse po ndërmerret një veprim i tillë, por edhe për faktin se objekte kësaj natyre ka dhe në shumë hapësira tjera dhe besoj që në çdo rast autoritetet duhet me na arsyetu pse pikërisht në këtë moment po ndodh një veprim i tillë. Apo flasim për standarde të dyfishta, diku me ndërhy e diku jo, meqense po e përmend edhe faktin që ka ndërtime të tilla edhe në vende të tjera. Është herët me konstatu një gjë të tillë, po në shikim duket parë, duket se po. A ka drejt në këtë rast sepse po flasim për disa prona të cilat nuk janë në emër të komunës, pra janë në të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Po flasim për disa shtëpi të cilat janë ndërtu përgjatë viteve 2013-2015, pra 10 vite më herët. A ka të drejt komuna me vepru në emër të një institucioni tjetër, në këtë rast të Ministrisë së Punëve të Brendshme? Po besoj që vendimi është marrë nga komuna, por që kërkesa ka nga ministria, sepse ministria, siç duket nga dokumentacioni, është edhe pronare e kësaj palyqëmerie. Këtu nuk po shoh, si themi, çështjet cilat mund të jenë objekti i diskutimit. Ajo që për mua është shqetësuese është mungesa e komunikimit të tillë që qytetarët mi informu për gjitha të drejtat që i kanë. Pra, mos me i vendos në një pozitë të vështirë që atyre të shkaktohet dami pariparueshëm. Në këtë rast e pas parasysh edhe rolin cilin mundet me pas atë Ministria e Administrimit dhe Pushtetit Lokal, kemi pa një heshtje, ata ende nuk kanë reagu për këtë çështje, cili është roli dhe çka ishte dash Ministria më APL në këtë rast me bo, për mos me pas një lloj qoftë tendence apo tension
Në atë lagje tu e pas parasysh faktin aktiviteteve në të kaluarën cilat kanë shkaktu tensione në pjesën e Po, veriut. mendoj që ministritë nuk kanë shumë kompetenca në këtë rast. Ministria e Pushtetit Lokal më u përfshi dhe më u përzi në punët e komunës, sepse komuna është njësi autonome dhe ka pavarësi të plot në marrjen e veprimeve e vendimeve të saj, gjithmonë në përputhje me ligjin. Dhe kjo është e mira dhe kjo është efekti decentralizimit dhe pushtetit lokal që jepet sipas ligjit për veçëverisjen lokale, por që unë besoj është shumë e rëndësishme që qytetarët me i shfrytëzu mjetet juridike, me i shfrytëzu edhe me sa unë e di kërkesën e komunës që me ju dalë në mbështetje në këtë rast, pra me ju ofru mbështetje nëse ka nevojë për çfarë do ndihme, por në çdo rrethon me shfrytëzu mjetet juridike. Cilat janë këto mjete juridike, avokat? Po në sa e pash vendimi nuk ju jep mundësi për ankim, por ligji për procedurën e përgjithshme administrative, në çdo rast kur vendimi ka të bëjë me rënim të një objekti të ndërtuar pa leje, lejon mundësi të padisë në gjykat për iniciimin e konfliktit administrativ kundër vendimit, në këtë rast të kryetarit të komunës. Për ta sqaruar këtë situatë janë kërkuar edhe mendime nga Ministria e Punëve të Brendshme, këta të fundit kanë zgjedhur heshtjen në trajtimin e kësaj situate. Shikues të nderuar, gjatë këtij emisioni folëm për politikë ndërkombëtare, politikë lokale e për problemet e banorëve të Leshakut. Ne këtu po e përfundojmë këtë emision, e ju vazhdoni me na shkruani në kallzo.com e deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.